Të dënuarit e burgut të Drenovës kanë nënshkruar një peticion duke e dërguar atë në adresë të Bledi Çoçit dhe Gazmend Bardhit. Një pjesë e të dënuarve, të cilët vuajnë dënimin për vepra penale deri në 10 vjet, kërkojnë që të merren parasysh për të përfituar amnistim penale. Në shkresën e siguruar thuhet se ata janë të dënuar nga gjykata e Korçës dhe kanë vuajtur pjesën më të madhe të dënimit. Veprat penale janë për trafik narkotikësh, kultivimi bimëve narkotike, ndihmë për kalim të paligjshëm të kufive, pastrim parash, ndërsa në peticion kanë shkruar edhe emrat e disa prej të dënuarve për këto vepra penale. Të njëjtat vepra sipas tyre përfitojnë nga amnistia, por që nuk janë dënuar nga gjykata e Korçës. Të dënuarit thonë se kanë të drejtë të përfitojnë lirimin me kusht, ndërsa shprehen se kanë të vështirë ta fitojnë këtë për shkak të paragjykimit që u bëhet nga gjykatat. Ky peticion përfshin rreth 50 të burgosur që vuajnë dënimin në burgun e Drenovës, ndërsa është i dyti pas një tjetër peticioni të dënuarve në burgun e Reçit.